Edhe automjetet e kanë të vështirë të qarkullojnë në rrugën Komane, e cila lidhet me unazën perëndimore të Shkodrës, pranë ish ndërmarrjes së Poqerisë. Ndonë se ky segment nuk i kalon 100 metra gjatësi, është lënë në këtë gjendje për më shumë se 30 vite, ishtë ndëruar në një rrugë me gropa. Për rregullimi në kësaj rrugë nuk nevojiten fonde të mëdha, krahasuar me rrugë të tjera, por mjafton që bashkia të marrë në konsiderat seriozisht qetësimin e qytetarëve dhe të ndërhyjë në këtë segment, që të mos vazhdojë të mbetet në këtë gjendje. Më shumë se 30 vite në këtë situatë është e pajustifikueshme, sidomos kur në këtë zonë ndodhen edhe shkolla. Para më shumë se 3 dekadash, kjo rrugë që fillon nga fidanishtja ish fermës Perlat Rexhepi u asfaltua duke filluar nga aksi kryesor Shkodër-Koplik dhe deri në hyrje të këtij bloku banimi ku nis rruga Komane. Pikërisht aty puna u ndërprej dhe ky segment jo më gjatë se 100 metra u la në harres, megjithse shërben për të paktën 50 familje. Është e tepër të flitet për domosdoshmërinë e rrugëve të rregulluara, pasi rëndësia atyre dihet nga të gjithë. Po ashtu është e kuptueshme që rregullimi i rrugëve nuk mund të përfundohet për një ditë apo një vit, por kur flitet për një segment jo më të gjatë se 100 metra, si në rastin konkret i lënë në harres prej 3 dekadash, zvarritjet janë të pajustifikueshme.